parasheh që kur zgjidhen deputet, ministrat a priori duhet ta ofrojnë dorëheqjen e tyre. Mirë po zgjedhja e deputetit çfarë është? Këtë duhet ta qartësojmë. Kushtetuta thotë që deputetët fitojnë mandatin e tyre kur të certifikohen zgjedhjet. Gjykata kushtetuese në interpretimin e saj ka thënë se mandati i deputetit dhe mandati i legjislaturës së kuvendit nuk janë të ndarë apo janë të ndërlidhura. Dhe deputeti mund të fillojë ta ushtrojë rolin e tij si deputet vetëm kur të konstituohet kuvendi. Ndonse janë betuar dhe është certifikuar, sot deputetët nuk mund ta ushtrojnë mandatin e tyre si deputet. A mund të propozojnë ligje për shembull? Jo, a mund ta mbikëqyrin qeverinë? Se nuk ka kuvend. Jo, sepse nuk ka Andaj, në kuptimin juridik, po flas çdo herë, jo në kuptimin politik apo etik çfarë do të mund të interpretonte dikush. Po, në kuptimin juridik, derisa nuk konstituohet kuvendi, nuk ka një detyrim që ministrat të japin dorëheqje. Fundja dhe zëvendës ministrat janë të emëruar po nga ministrat, po nga kryeministri bashkë me ministrat. Prandaj, atëherë edhe ata zëvendës ministra pse të vazhdojnë të qëndrojnë në ato zyre. Pra, çdo herë legjislacioni i ka parë situatat e rregullta, kur gjithçka shkon për së mbari, organizohen zgjedhjet, certifikohen, një ditë më parë ministrat e japin dorëheqjen e tyre dhe ju fillon mandati. Mirë, po tani kemi një situatë të pazakont edhe në kuptimin kushtetues edhe atë që duhet edhe një aktgjykim tjetër në vazhdimsi të aktgjykimeve, zotri Kabashi, që t'jenë të qarta situata në të ardhmen, apo jo? Fatkeqësisht që ne po kemi nevojë për aktgjykim.